jo si protagonistët e tjerë të këtij emisioni reportazh, kur vajtja në punë është në orët e hershme të mëngjesit. Mbi 40 vjet bën të njëjtën rrugë në këmbë, në drejtim të tempullit të dijes. Kjo është një nga mësueset më të mira të shkollës fillore Ismail Qemali në Prishtinë, Sebahate Kabashi. Se është shumë e dashur për nxënësit, vërehet edhe nga përshëndetjet dhe nga përqafimet që japin nxënësit e kësaj shkolle përgjatë rrugës sa shkon në shkollë. Mësuesja Sebahate Kabashi është parimore. Pothuajse në gjithë karrierën e saj nuk ka ndodhur të jetë vënuar në punë, pasi përkushtimi për të dhuruar dijeninë nxënësve mbetet parim themelor i saj. Kjo është shkolla fillore Ismail Qemali në Prishtinë, ku mësuesja Sebahate jep mësim që nga vitet e 80-ta, atëherë kur edhe u ndërtua kjo shkollë. Ajo shkon në sallën e mësimdhënësve, aty merr ditarin e klasës, më pas shënon orën e mësimit, në mënyrë që të fitojë më shumë kohë për të marrë me nxënësit. Dhe më pas, del në obor për të marrë nxënësit e saj. Ashtu siç ka qenë traditë dhe vite më parë, në oborin e shkollës fillimisht mblidhen nxënësit, por ndryshe nga vitet e kaluara, tash theksohet përcjellja e prindërve. Këtu nisim bisedën me mësuesen, e cila na tregon përfilet dhe ecurinë e një dite të profesionit të mësimdhënësit. Jam në këtë shkollë që nga viti 1984, do të thotë plot 30 vjet punoj. Këtë vit e kam tretën 6. Do të kjo është gjenerata e vejimja e fundit, ndërsa janë mas që 23 vjetë që jam në marrëdhënie pune. Shkolla jone ka një praktik, nxënësit vetë rreshtohen, ne mësues secili dalim, i marrim dhe i fusim brenda në klasë, këtave që i din obligimet edhe detyrat e tyre, besoj që kjo mjafton. Po diku janë 9 vjeçar, me që janë klasa e 3 janë 9 vjeçar. Se tash praktikohet fillimi i klasës parë në moshën 6 vjeçare. Rreshtohen ngjashëm si në ushtri dhe me radhë futen në shkollë. Fëmijët me një mirëdita të fuqishme i urojnë mirëseardhje në klasë mësueses Sebahate Kabashi. Siç e reflekton edhe nga pamja, ajo menjëherë dhuron dashurinë si të mësueses, por edhe të nënës. Dhe kështu edhe ju rritemi, çdo ditë më shumë, ha? Sa herë mësuesja ju ka thënë se mësuesja ka qenë vockët si ju. Dhe ja ka marrë në këtë moshë, edhe ju një ditë do të vjen, sa kisha pas dëshirë të shoh. Pas lufta ka sjellë ndryshime edhe në shkolla. Tashmë komunikimi me nxënës është më i ndryshëm,
se në vitet e kaluara. Punohet më shumë në grupe. Janë edhe këta nxënës të mrekullueshëm të cilët na lënë një përshtypje shumë të veçantë. Përcjellnin me shumë vëmendje fjalët e ëmbla të mësueses dhe dijenin që udhëronte ajo. Ishte ora e lëndës së gjuhës shqipe, ku nxënësit po thithnin dijenin nga letërsia, në këtë rast nga poeti Ndremjeda. Nuk ta plotësojmë cila ishte përmbledhja e vjershave të Ndremjedës? Si ishte titulli përmbledhja e librit, e ka dikush librin me vete? Pra ky ishte libri Vjersha të zgjedhura për fëmijë nga Ndremjeda. Komentin, e pastaj kalojmë në komentimin veç e veç me të gjitha grupeve, dhe pse vjershat nuk janë të njëjta. Fjalën e fundit për mua, fjalën e fundit për mua. Gjatë gjithë kohës, mësuesja qëndronte mbi kokat e këtyre vostrakëve, të cilëve u shpjegonte dhe u aleconte qasin ndaj poezisë. Fëmijët ishin mjaft kurreshtar dhe pa ndonjë hezitim, edhe konsultoheshin me mësuesen për ndonjë paqartësi eventuale. Sa më shumë duhet të lexojmë, lexim dhe vetëm lexim. E juja si quhet? Fëmia e zogu. Fëmia e zogu. Vjersha të zgjedhura, ashtu. Vjersha të zgjedhura. Atëherë dashur të rishikues të Radio Televizionit 21, siç e pat gjendemi në shkollën fillore Ismail Qemali këtu në Prishtinë. Pse Ismail Qemali dhe pse në Prishtinë? Unë kam qenë nxënës i kësaj shkolle, sikur këta, mirëpo në atë kohë kjo shkollë ka qenë ndarë. Pjesa e serbëve dhe ajo shqiptarëve. Sot ndryshe, sot gjithçka shqip. Fatbarësisht është krejt ndryshe. Mënyra e punës është ndryshe, në atë kohë ne kemi punuar më ndryshe. Në periodën e para luftës, kryesisht mësimi është zhvilluar në mësimi tradicional, ku si qendër ka qenë mësuesi, dërsa nxënësit kanë përcjell, kanë dëgju. Dërsa pas luftës, ka ndryshu dhe qasja e mësimit. Dhe thotë, tash si qendër e të nxënit është nxënësi, ndërsa mësuesi është menaxhues. Ai e menaxhon e organizon punë, ndërsa krejt puna bara tjetër i mbetet nxënësve. Mësuesi është një periudhë gjatë që i jep një dituri në këtë shkollë. Cilat janë kujtimet ndoshta të mira, edhe periudha e luftës sigurisht atë ku keni punuar ndoshta dhe u paguar me vlerë monetare. Në këtë shkollë jam që nga viti 1984. Do thotë, vitet e para, si mësuese kam filluar nga viti 1970-71. Dhe dhe i tash është një periodë bukur e gjatë, do thotë edhe 2 vite jam para përfundimit misionit tim. Shpresoj të shejt mund të them, se vërtet kështu jam mundu t'jem e afërt, t'jem e kujdesshme, t'i angazhoj, t'i dua, t'u ndihmoj mjaft nxënësve. Dhe prej gjeneratës ka dalluar, të gjitha vërtet kanë qenë të suksesshme, falë angazhimit të dyanshëm, falë punës nxënësve, falë punës sime. Na kujtoni ndoshta një nxënës që sot ka arritur, që ka qenë nxënës pikërisht juaj, që sot është Kam shumë. Kam nxënës të profileve të ndryshme, që është një kënaqësi e madhe. Sukseset e tyre shpesh më kanë dhënë edhe vullnet edhe tash në këtë moshë, edhe pse jam, përsëri nuk ndalen. Me sinqeritetin më të madh, më duket se kam energjinë e ndjes siç e kam pas edhe dikur. Edhe ajo më ban se kur i takoj shpesh nxënës të mi, ca janë mjek, ca janë në të profileve të ndryshme, në banka, në njëri bile prej tyre para sa ditësh dëgjova ketuar mjeku në Amerikë dhe ai kishte arrit mjaft që ishte një kënaqësi e madhe. Kujtohet ai qysh në klasën e dytë kur ka qenë pa të botuar një libër. Do thotë shifet interesimi i fëmijës, si fëmijë kur është edhe vazhdon. Cilat pëlqen, mjaftojnë 2 vargje, mjafton ajo, s'ka lidhje, bëni komentin. Mirë është zemër, hajde të ashti.
Si të doni bëjeni, si të doni. Shumë shpejt na u duk që përfundoi edhe ora e parë. Mësuesja Sebahate Kabashi del nga klasa dhe takohet me kolegët e saj, me të cilët sigurisht se bisedojnë lidhur me etudinë e orës së parë. Por kjo bisedë nuk zgjat shumë. Bie zgjidhja. Dhe të gjitha mësuesit futen në klasë, gjithashtu dhe mësuesja Sebahate Kabashi i kthehet mësimit. Ne sërish bisedojmë me të dhe ajo nuk përton që të na flasë, duke na kujtuar fillet e para, atëherë kur ishte 20 vjeçe dhe nisi profesionin e mësueses. Ekskluzivisht për ne, na tregon edhe fotografitë e para kur kishte dhënë mësim në zhurmë të Prizrenit. Gjithashtu publikon edhe komentet që i dërgojnë nxënësit e prindërit. Me qenë se kam një përvojë të gjatë, fotografi sa të duash, qoftë me nxënës, qoftë me kolegë, shëtitjet, vizitat e ndryshme, po unë kam veçuar disa, kam veçuar fotografinë e gjeneratës së parë që e kam pas në fshatin Zhurmë të Prizrenit, ku kam qenë si një 20 vjeçare. Kjo tjetra është një fotografi e gjeneratës së parë ku kam punuar në Obiliq. Që shpesh çfarë krahasimi bëj me ta, e dini, që kanë qenë shumë të urtë, shumë të sjellshëm. Dhe kjo është kjo gjenerata e ime e fundit. Jeni ju, nxënësit e klasës 3-6. Do kemi rast edhe 2 vite, do të thotë, ky viti i klasa e 3, e 4, e 5. Kam edhe ca kujtime të bukura. E dini në një moment çfarë ndodhi, fëmijët shpesh shkruajnë vjersha të ndryshme, i kushtoj mësuesës që është një kënaqësi e madhe, janë kujtime të paharuara. Kam të panumërta që i ruaj, që ndoshta në të ardhmen kur do pensionohen, do i marrë dhe me nostalgji do i lexoj, do i shikoj edhe këto fotografi të bukura, do i shikoj edhe mësuesën dikur si ka qenë para shumë vitesh, si do t'jetë, po me rëndësi është të jemi shëndosh, me rëndësi është që ju të vazhdoni shkollimin, të jeni nxënës të mirë, ashtu siç ma donë mu zemra, siç dëshirojnë edhe prindërit e juaj, dhe e dini në një moment çfarë më ndodhi. Kjo puna në grupe krijon shumë zhurmë. Dhe në një moment ashtu pak sa u bëra nervoz dhe thash, o fëmi, po të më kishin pyetur edhe një herë se a do bëhesha mësuese, nuk e di a do e pranoja këtë profesion, a do e zhvilloja, apo a do punoja përsëri si mësuese. Dhe dini në moment çfarë kishte shkruar një nxënëse e imja? Ta lexoj? Kur mos u pendo që je mësuese, se gjithmonë do jesh shembull i paharuar. Vlera Gjinovci. Dhe në fund të klasës së dytë, kam kujtime nga ju nxënës, po veçmas do e veçoj edhe një urim
ashtu them një kartolin, falimderimi, që ma kishte bërë nëna e yllit, yll Spahillit. Kështu shkruan këtu. Ata që edukojnë fëmijët mirë, duhet të nderohen më shumë se ata që i bëjnë fëmijët, sepse ata mendon për prindërit, u japin jetën, dërsa edukatorët artin e të jetuarit mirë. Ju po ja dhuroni këtë djalit tonë yllit, yll Spahillit. Mësuesja Sebahate Kabashi shpesh ju hedh një sy edhe notave të nxënësve, duke rikujtuar ecurinë e tyre në marrjen e dijenisë. Dhe krejt në fund të një dite pune, mësuesja Sebahate sigurisht dërgon edhe një mesazh tek të gjithë pretendentët që mendojnë në të ardhmen e tyre të jenë mësimdhënës. Puna e mësuesit nuk është aq e lehtë, siç mendojnë disa, po kjo kërkon një dashuri, vullnet, entuziazëm, respekt, të mos bëj dallime, ti duat gjithë njësoj të krijoj vetbesim, ti motivoj nxënësit. Është një punë me vërtet e dashur.